Veshja është degradu të gjenia mashkullore. Këtu është edhe një problem edhe më i madh. Është një problem edhe më i madh. Për shembull, namazi për mukonën i kompletum duhet të jetë mbulume së paku, mës paku, nga kërthinza, mbi kërthinz e deri për funi gjonjëve. Duhet të jetë mbulume. Shpesh kur të bim në sejdë, gjysa e shpinës të meshkujve hapët. Pse? Nuk është veshje adekuate. Kështu që pengesën e parë na i sjell zhveshja meshkujve në namaz. E pastaj veshje që nuk korrespondon as pak me personalitetin e njeriut, me emnin që e bart, me profesionin do të cilin e ka, nuk përkan absolutisht. Dhe një mend është një degradim do të në veshje.